nxeja dilte për t'ja u siguru ushqimin fëmijëve të vet. Rastet e handikepuar, rastet e smur, njerëz që kanë nevojë dhe kanë vazhdimisht nevojë për mbështetjen dhe për krahjen tonë. Ne do të jemi gjithmonë pranë tyre, sepse kështu na ka mësuar Muhamedi alayhis salatu wassalam, që të qëndrojmë pranë bonjakëve, të smurve, të varfërve, njerëzve të nevojë, duhet të qëndrojmë vazhdimisht pranë, sepse dora që jep është më mirë dhe Zoti pra u ashton të mirat, Allahu i don bamirësit, inallahu ma'al muhsinin, pra Zoti është me bamirësit. Andaj jepni që Allahu t'ju jap ju, jepni që Allahu t'ju jap ju, jepni që Allahu t'ja ruaj familjet e juaja, evladet e juaj, t'ju jap shëndet, t'ju jap jetë të gjatë, por edhe t'ju jap edhe xhenetin. Prandaj Zoti thot në Kur'an, hudal lil muttaqin, ky Kur'an është udhëzim për bamirësit. Andaj keni kohën dhe mundësinë edhe këtë Kurban Bayram, i keni ditët në vijim që të kontriboni, thirrja do të bëhet live dhe do të shikoni gjithë aktivitetin në kanalet në YouTube, po edhe privatisht qoftë puna do t'ja u dërgojmë, dhe do të shikoni shpërndarjen e literaturës edukative islame që mi larguar rinin dhe popullin nga gjërat e shëmtuara, me afru me ditë që kanë Bayram, me ditë që kanë besim, me ditë që kanë edukim, dhe mi afru të morali, të edukata, të dia, të humanizmi, mi audhon aty në me kuptu pse është kjo sakrificë, si kur e boni Ibrahimi a.s. sakrificën, edhe Muhamedi a.s. pra në jetë duhet të sakrifikosh, të japësh, të jesh bamirës, të jesh i dashtun, të afrohesh me njerëzit, të mos i lëndosh njerëzit, të duash njerëzit, të qëndrosh pranë të smurve dhe njerëzve nevojë. Prandaj lut Allahun me emrat e tij më të bukur që na mundsoj këtë akt human ta shpërndajmë sa më shumë dhe padyshim që Allahu i don bamirësit, Allahu ashtoft gjithë atyre që kanë kontribuar dhe vazhdojnë të kontribuojnë me donacionet e tyre dhe që na suportojnë qoftë edhe me një shpërndarje të kësaj ligje, qoftë me sadakat e tyre dhe padyshim që Allahu e shton pasurinë kur ne i japim në rrugën e Zotit dhe bëjmë veprat e mira humane. Zoti ju shpërbleft edhe një herë. Asalamu alaikum, faleminderit për vëmendjen.